Shukapiku i madh larosh Dendrocopus major është lloji më i shpesht i çukapikëve që e shohim gjithandej, me ngjyrat e tij bardhëzi, me njollën e kuqe në nëbisht. Ai është një nga shpendët më të njohur për dashamirësit e natyrës. Ai ushqehet kryesisht me një gamë të gjerë ushqimesh, ushqehet me insekte, larva, fara, arra, e ndonjëherë edhe me vezë për fat të keq të shpendëve të tjerë, por që unë kam pas fatin që këtë lloj çukapiku ta xhiroj edhe duke i ushqyer të veçlit e tij. Folin e tij ndërton jo shumë lart në drujnë siç e bën çukapiku i zi apo llojet e tjera të çukapikëve, pra mund ta shohim se ka folinizuar edhe brenda oborrave të shtëpisë, sepse po e them që është më i shpeshti në numër, prandaj dhe çukapiku i madh larosh mund ta gjendet edhe brenda ambienteve familjare, brenda drunjeve ku ne kemi pemë ndryshme të mbjellur në oborrat tona, po që është më rëndësishme është të mos e shqetësojmë, sepse ata e kanë një rol shumë të rëndësishëm në ekosistemet tona.